Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotënia Kremysheni, është me ne në studio dhe do flasim për zhvillimet e sotme në veçanti për letrën që kryetari i Lëvizjes Vendosja Albin Kurti i ka dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe zhvillime tjera dhe mos konstituimin e kuvendit dhe gjithashtu formimin e qeverisë dhe zhvillimet politike. Atëherë, zotënia Hyseni, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Zotënia Hyseni, sot ju si LDK keni pranuar nga Vendosje një letër me tekst veçantë, nëse mund të themi një ofertë kësaj radhe për bashkëqeverisje. A keni diskutuar deri më tani brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës cili është ndrimi i LDK-s për këtë letër? Fillimisht para se të vim tek letra, vërtet si deputet i Republikës Kosovës ndihem keq si shumica e kolegëve tanë që kemi ardhur në një situatë jashtëzakonisht pakëndshme në një blokadë institucionale të kuvendit Kosovës dhe kjo normalisht e bën të pafavorshme edhe pozicionin e secili nga ne. Në kuptimin e asaj që nuk na bën që të ndihemi mirë ose që jemi duke e përçuar mesazhin tek votuesit tanë se arsye që jemi aty jemi për thjesht përfaqësoj interesat e tyre. Kjo blokadë normalisht që nuk ka ardhur nga ne, i takon partisë parë si pozita e kryeparlamentarit si parti e parë në zgjedhjet e fundit, edhe normalisht që duke e parë numrin për rezultatin zgjedhor, partia fituese duhet ta bëj edhe t'i bëj zgjidhje për detyrimin e tyre. Deri tani jo pa që nuk ka qenë i lexuar shumë mirë rezultati i zgjedhjeve të fundit, sepse pas 4 vjet qeverisje si nga një parti me shumicën absolute në kuvend, atëherë qasja ka qenë pothuajse e njëjtë edhe pas tyre zgjedhjeve, ndërkohë që rezultati nuk ishte i njëjtë. Është pritur një ndryshim qasje duke parë numrat e tyre, keni pritur? Absolutisht, pas publikimit të rezultateve është dashur të ketë një qasje ndryshe, sepse u pa që nuk qeveris më një parti. Ky rezultat jo vetëm që i pamundson një parti e qeverisë, por mendoj që do të jetë ka mundësi të jetë edhe hera e fundit që ka qeverisë një parti e vetme, sepse edhe qytetarë, edhe oferta, edhe gjithë ato kur bëhen bashkë, shihet që një parti nuk është e shëndetshme as për demokracinë. Tani kur vijmë sot dhe votohet për shumë sa herë dhe nuk është arritur që zgjedhet kryeparlamentari, kalojmë në procedurë tjetër në të cilën kryesuesi i seancës, pra deputeti më i vjetër, bën tentativë që të ndërrohet metoda votimit. Unë këtë vërtet e shoh jashtëzakonisht pa arsyeshme. Edhe nuk mund të jap një arsyetim logjik, për arsye se nëse nuk janë votat për emrin e caktuar, cila është arsyeja që të ndërrohet metoda votimit dhe të kontrabandohet po i njëjti emër. Pra, emri është si duket, nuk i ka numrat, nuk është se ka kaluar asnjëherë, domethënë numrin pas. Megjithatë për juve si LDK nuk është vetëm emri, sepse ju keni thënë që nuk e votoni asnjë emër. Po flas fillimisht te parimi si procedurë, edhe ne si LDK kemi thënë gjithmonë atë, po edhe sot po e them që nuk e votojmë pa marrëveshje politike dhe në këtë rast ne nuk kemi interesin me bë marrëveshje politike për kryeparlamentar, po flas deri tek ftesa, edhe çka i bën kjo që nuk është vetëm LDK-ja në parlament, ka pas edhe kërkesat partive tjera që kemi pas që kanë kërku të ndrohet emri, pra siç duket nuk ka qenë interesimi i partisë në pushtet i partisë fituese të këtyre zgjedhjeve që ta kaloj votimin e kryeparlamentarit qoftë suksesshëm për arsye se nuk i kanë pas numrat për qeveri. Duke pas situatën që mungojnë numra, tani ajo që është dashur më u bë në fillim të pas publikimit të rezultatit të zgjedhjeve ndodh sot. Pas një situatë jashtëzakonisht të pafavorshme, pra krijimi një klime polarizimi të skajshme, qoftë gjatë qeverisjes 4 vjeçare, në raport me opozitën dhe arroganca e numrave që gjithmonë ka qenë, vjen edhe në kohën e zgjedhjeve dhe vazhdohet të njëjta, vetëm se shtohet intensiteti dhe ritmi dhe përdoret fjalor akoma më i keq, vijmë edhe në rezultatin pas publikimit preliminar të zgjedhjeve me një fjalor që ka qenë i papranueshëm. Pra ne nuk po flasim këtu për inate, po flasim për një atmosferë të mundshme bashkëpunimi, e cila vërtet nuk ka qenë e përshtatshme, edhe mendoj që kjo edhe ka ndikuar që të mos ketë besim tek me partinë fituese, që domethënë në asnjë mënyrë të vim deri tek një parafrim për shkak të rrethonave që janë krijuar. Pra, dhe pas kësaj letra mund të ndryshojë situata tani e tutja apo jo? Ka pas mosbesim të madh rreth mundësisë së bashkëpunimit me ta, dhe sot vjen një letër e cila unë duhet të bëjmë një analizë të shkurt në 2 aspekte. Sot letra vjen si ftesë për bashkëqeverisje, e cila deri sot nuk ka qenë, dhe kjo erdhi pra shifet që ka qenë si rezultat i gjitha këtyre tentimeve për me kalu një emër si kryeparlamentar që nikosisht ka qenë si test për numrat që janë në kuvend dhe që janë pro propozimeve të tyre, dhe pas
këtyne dështimeve vjen edhe ftesa për bashkëqeverisje, cila ftesë në esencë ka disa elemente që janë nështë atë panevojshëm që të përfshihen ftesë, sepse flitet edhe për anëtarët e brendshëm të LDK-s dhe ndikimin e tyre që në fundit ajo është një diçka që i takon LDK-s, është brenda LDK-s dhe jo partive tjera ose edhe askuj tjetër. Dhe mendoj që kjo ka qenë e panevojshme, ndërkohë sa i përket ftesës. Nuk ka përmendur që brenda letrës thuhet që LDK-ja njihet si parti që heziton për koalicione, si e vlerëson edhe këtë tani? A shasja duhur në këtë formë kur kërkohet një bashkëpunim prej një partie? Mendoj që Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje po flas për këtë LDK që është sot dhe për këta deputet që janë sot, nëse heziton ose jo LDK për koalicione, e ka marrë disa edhe përgjigjen edhe të letrës kaluare. Është po që ka qenë një konsistencë, është dhe është mbajt, konform asaj që është premtu. Letra është drejtu kryetarit të LDK-s, Zotit Abdigjiku, dhe jam shumë i sigurt që shumë shpejt një kohë të shkurt edhe përgjigjen do ta merr. Normalisht që ne jemi për me pas institucione, por nuk jemi me pas koalicione të cilat nuk ka bashkëpunim dhe është, por mos me thone, pa mundshme me bashkëpunu. Vendimet tilla normalisht që merren nga organet e partisë, normalisht kryetari Abdigjiku, dhe mendoj që shpejt do dalim me një përgjigje. Dhe a ka një takim, një thirrje për kryesi brenda LDK-s apo grupit parlamentar, a keni pasur një takime në orët e pasdites apo çka ka ndodhur? Grupi parlamentari ka takimet e rregullta para dhe pas seancave dhe kemi pas një takim pas seancës, e cila domethënë ishte e shkurtër për fat keq, sikur se seancat e tjera që dështuan, edhe është prezantuar letra e cila edhe është lexuar në grup. Normalisht aty ka pas diskutime të mbrëmshme, të cilat janë konstruktive dhe profesionale, të cilat shumë shpejt besoj që do të jetë si përgjigje zyrtare. A kishte qëndrime të ndryshme, dallime se si do duhet kthejë përgjigja për Kurtin ajo? Jo, aty thjesht është diskutuar ftesa, është diskutuar përmbajtja e ftesës dhe kanë ngel më diskutuar prapë më vendos. Po, tani zotë Juseni, kjo është letra e tretë që Kurti ja dërgon LDK-s, si e shihni këtë insistimin e Kurtit që të bashkëpunojë me LDK-n dhe të ofrojë një ftep për herë të tretë, pra ka një letër vetëm për zotëria Abdigjikun. Por pas kësaj që sot e përjashtoi edhe mundësinë me PDK-n, pra ka një insistim që një koalicion të ketë vetëm me LDK-n. Si e shihni këtë insistimin e Kurtit? Vim tek konstatimi i gabuar i Kurtit që LDK nuk heziton me bë koalicione, pra heziton. Ajo që është cekën letër. LDK nuk heziton me bë koalicione të natyrshme. LDK sotme e ka pas një program i cili është vërtet ka qenë një program i detajuar për zhvillim ekonomik, për zhvillim të vendi, rritje pagash, përkrahje të rinisë, ndryshimin shëndetësi, edhe ky ka qenë edhe baza jo me cilën jemi taku me njerëz, sa i përket aspektit dhe kësaj pjesës së filozofisë politike me cilën vërtet çdo parti ka të vetën, ne normalisht nuk bëjmë kompromis sa i përket asaj thelbit të funksionimit të LDK-s, siç duket është lexuar gabim në shumë raste nga ata të cilët sot domethënë janë në ushtrojnë detyrën në funksionet e larta, siç është kryeministri dhe ministrat detyrë. Po, dhe zotë Juseni, a konsideroni që në rast se ka një përgjigje negative nga ana e Abdigjikut, tani mund të shihet LDK-ja si bllokuese e situatës, dhe apo shihet aktualisht LDK-ja si bllokuese e situatës me këtë ofertën e sotme që e keni marrë? Që mund ta zhbllokoni situatën me këtë? LDK nuk e ka situatën në dorë për ta zhbllokuar. LDK nuk do të bëjë as edhe një kompromis që ta dëmtoj LDK-n dhe ta dëmtoj programin e vet, ta dëmtoj thelbin e funksionimit të saj. Konsideroni që keni shumë dallime me vetëvendosjen? Në asnjë mënyrë nuk mendoj se LDK është, jam shumë i sigurt që LDK nuk është bllokuese. Ka shumë arsye, por partia në pushtet është ajo e cila i vendos edhe koalicionet dhe partia në pushtet nuk është ajo që e vendos detyrimisht koalicionet me dika. Ne nuk i themi të mos bëj koalicion me X-in ose Y-in, pra partitë të ndryshme, ne vetëm e themi atë që ne mendojmë konform rrethonave të cilat kontributin 95% e ka kriju, e ka dhënë për një atmosferë të vështirë bashkëpunimi, partia në pushtet. Po, megjithatë, a mund të themi që tani do t'i lihet LDK-s në dorë zhbllokimi i situatës? Edhe mund të thuhet pasaj, sidomos nga vetëvendosja që LDK-ja nuk deshi ta zhbllokojë situatën të dalë për shkak se ne ofruam ofertë dhe ju nuk e pranuat ofertën. Absolutisht jo. Prap, domethënë sa herë që diskutohet LDK si bllokuese, si e bllokon LDK funksionimin e institucioneve si parti e tretë. Po, dhe
për të gjitha këto zhvillime, zotë Hyseni, a ka qëndrime unifikuese brenda lidhjes edhe grupit parlamentar të LDK-s për qëndrime që i ka Abdi Gjiku për gjitha këto zhvillime, a jeni unifikues gjithë deputatët ajo? Për shkak se ne pa Arben Gashin, për shkakun sot patë një qëndrim më ndryshe, kërkoj që liderët e partive politike përfshirë dhe Abdi Gjikun të jenë më konstruktiv, shkojnë në këto takime për diskutuar, për dal nga kjo situatë. Unë jam shumë i sigurt në këto që po them. Mendimet e Ekrem Hysenit vlen se Ekrem Hyseni në pozita tjera, por në parti do të ketë një kompromis. Unë këtu s'ka marrë me mbroj qëndrime personale, normalisht. Unë kam mendimin tim, por funksionimi i grupit parlamentar vërtet është i shkëlqyeshëm. Jam shumë i sigurt se do të ketë mirë kuptim për secilin vendim që do të merret, që do të jetë vendimi i përbashkët dhe njëjtë konformasoj programit tonë që kemi, edhe konsistencës pra vazhdimësi së asaj që është thënë dhe besnikërisë që i është thënë elektoratit LDK-s dhe qytetarëve të Kosovës. Po, dhe në rast se nuk ka një përgjigje pozitive, a do shkojmë skenart njëjtë tani të mërkurën që përsëri të dështoj ky konstruimi kuvendit dhe votimi i këtij komisioni fshat, dhe cili është qëndrimi pse LDK-ja po e kundërshton kaq fuqishëm këtë votimin e fshat, ndryshimin e votimit? Ne e kemi kundërshtuar në fillim, e kundërshtojmë sot, do ta kundërshtojmë prapë ndryshimin e metodës votimit, pavarësisht çdo vendimi tjetër që do të jetë, sepse në praktikën parlamentare nuk ka ndryshim procedure siç është votimi gjatë procesit. Kjo do duhej të ishte menduar qysh në fillim, të prezantojë si metodë votimi dhe atëherë ka qenë situata ndryshe. Sot ndryshimi i metodës votimit bëhet vetëm për me kontrabandu një emër dhe kjo nuk mundohet nëse janë numrat me votim të hapur, kush janë ata njerëz që s'po votoj kanë me votim të hapur dhe duhet votojnë me votim mbyllur. A është lista serbe? A është ndonjë deputet që vendosje llogaritë që tjetë i partive tjera dhe do ta votoj? A mund të jenë edhe deputat të LDK-s, cilët në një votim fshat do ta votonin vendosjen? A jeni në dieni që ka brenda LDK-s qëndrime të tilla? Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës e them me siguri të plot, me asë dhe një metodë votimi, cila do të qoftë e hapur apo e mbyllur, nuk e voton dhe nuk del kundër vendimeve që janë marrë parti dhe gjithë ata janë në përkraje të plot. Po, dhe si mund shkoj tani seanca e së mërkurës? Çka pritet? Unë mendoj që duhet reflektuar. Dhe sot gjatë mund shkoj ky skenar që po e shohim tani në vazhdimsi. Edhe sot mendoj që ka vazhdu tepër, nëse ka pas kërkesë që të ndrohet emri dhe kanë shprehur disa deputet të partive tjera një gatishmëri me votu kandidatirë, nuk e kuptoj pse bllokohet ky proces kur shifet që kandidati që është ish ministri Albulin Agjiu nuk i ka numrat. Atëherë nuk e kuptoj pse nuk ndërrohet emri. Se për juve si LDK për shembull nuk bën emri Albulin Agjiut. Cili është qëndrimi i LDK? Jo, si LDK nuk bëhet fjala për emrin Albulin Agjiut, bëhet fjala për qëndrimet tona karshi pozites të cilën e ka pas partia në pushtet, arrogancën që e ka pas, polarizimin e skajshëm, gjuha e përdorur, krijimin e ambientit toksik bashkëpunimi, i cili e ka pamundsuar çdo formë bashkëpunimi deri sot. Po, nuk bëhet fjalë vetëm për emrin Albulin Agjiut. Nuk diskutohet, edhe nëse ndrohet emri, prap në pozicionet që janë sot, prap vazhdojmë. Po, megjithatë zotë Hyseni, apo krijoni pak konfuzion në publik për shkak se thoni që duhet marrëveshje politike për dal nga situata, në anën tjetër ju nuk ofroni asnjë bashkëpunim. Po mendoj që nuk është vetëm LDK-ja në kuvend, mendoj që ka pas edhe nisma tjera dhe sinjale tjera që ka deputet që janë të gatshëm edhe mendoj që munden me kalu, por klima e krijuar nuk është, po flas nga partia Lëvizja Vetëvendosje, nuk është klimë dhe që i jep një mundësi sot që ajo mundësi tjetë si tush e arsyeshme që të ofron një mundësi bashkëpunimi. Pra, kjo ka qenë arsyeja, normalisht që unë mendoj që njerëzit në politik bojnë ndryshime, domthonë jo rastisht ka ardhur edhe termi kameleonit, por unë mendoj që personalisht to e them edhe në politik dohet këtë qëndrime, dohet këtë moral, dohet këtë parime, dohet këtë një pra një kornizë e funksionimit në të cilin pavarësisht situatave nuk del nga këto korniza. Nëse fiton 51% të votave, nuk do thotë që të jep të drejten, të shosh dhe të ofendosh gjithë të tjerët. Kjo është vetëm një arrogancë e numrave e cila sot hakmerret sepse akoma s'kan arritur me lexu mirë fuqinë e tyre politike pas zgjedhjeve të shkurtit këtij viti. Po çka po presni ju si LDK që Kurtit kërkoi falje për gjitha ofendimet drejtuar opozitës dhe Lidhjes Demokratike, çka duhet të ndryshojë që LDK të jetë më bashkëpunuese nesër? Ne nuk e pretendojmë asnjë prej pozitave që ne pra e dim që lëvizjet vetëvendosje i takon pozita e kryeparlamentarit, ne s'kemi pretendime për të, por presim që
lëvizjave të vendosje të shfrytëzoj mekanizmat politik të sanoj situatën të cilën vetë e ka kriju dhe të bëj hapa të cilët vërtet munden me bin partners, po them politikën, që të qeverisin ose bashkë qeverisin, por kjo duhet jetë e bazuar në program, duhet jetë e bazuar në zhvillimin ekonomik dhe gjitha tjerat, dhe mendoj që ju ta kanë atyre. Nuk është LDK si parti e tretë, as parti blokuse dhe as bardhëse e proceseve të tilla deri tani. Megjithatë, zotëri Hyseni, a ndjeni pak përgjegjës, sa do pak duke qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës për gjithë të situatë të krijuar tani? Është e vërtetë për shkak se kanë kaluar 3 muaj nga zgjedhjet, kanë kaluar 11 seanca të dështuara, pak edhe si deputat, a djeni mirë me këtë situatë krijuar? Po kthehemi me ato që i tham në fillim, vërtet është një situatë që absolutisht as pak nuk ndihemi mirë, por jo edhe përgjegjës. I përgjegjës janë ata që janë bartës të këtij procesi që deklarohen nëse mundën, nëse jo të bojnë numrat edhe të ofrojnë zgjidhje. Nëse jo, prap deklarohen nëse si nuk i kanë numrat dhe tregojnë që nuk munden me bo zgjidhje dhe atëherë hapen rrugë tjera. Po, dhe a do t'ulishit me vendosjen të flisnit paktën për datën e zgjedhjeve nëse ka një dakordim edhe prej partive tjera që shkohet në zgjedhje? Çdo skenari mundshëm politik që është kushtetues, LDK është gati. Po, a i konverojnë zgjedhjet në këtë moment Lidhjes Demokratike të Kosovës? Unë jam shumë i sigurt që Kosovës nuk i konvenojnë zgjedhje sot, por cili do të jetë skenari politik, marrëveshja politike e cila është kushtetuese, ne jemi aty. A konsideroni që po shkojmë më shumë drejt zgjedhjeve se sa zgjidhjes situatës edhe formimit të institucioneve? Unë nuk mendoj që sot mundet mu konstatue një veprim i tillë, mendoj që duhet në të ardhmen e afërt me vendos për hapa të tillë, për zhbllokimin. Po, dhe në rast se ju si LDK po thoni që nuk i ka numrat për qeverisje, a është diskutuar ndonjëherë brenda LDK-s që t'i jepet opsioni dhe t'i jepet vota LDK-s për ta formuar, për konstruar kuvendin në mënyrë që për të parë masi nëse i ka numrat ose jo Kurti për shembull. Pse nuk votohet? Pse opozita, partitë opozitare nuk e votojnë kryeparlamentarin për të parë pastaj nëse i ka numrat ose jo Kurti për qeveri? Cilat janë ata numrat që nuk e votojnë kryeparlamentarin si propozim i qeverisë e partisë në pushtet dhe nuk e po e votoj kanë qeverin dhe jo kryeparlamentarin. Ky ka qenë testi. Po me gjithat ka rrjedhë të afateve, pastaj është më shpejt procesi i formimit të qeverisë, pastaj mund të kalojë te mandatari i dytë, pra mund të shkojë më shpejt procesi. Nuk e imponon në momentin që nuk ke numrat mjaftueshëm me përfundu një proces, i cili kërkon një shumicë nga totali i deputetëve, atëherë nuk e imponon dot kandidatin të cilin ti mendon se mundesh me vendos me imponim. Dhe kjo ka qenë një tentativë imponimi, për cilin unë jam shumë i sigurt që ka pas zgjidhje tjera, po sido që tjetë ka qenë vendimi i tyre dhe nuk imponohet kurse ke fuqinë politike. Po, dhe konsideroni që pikërisht për shkak kësaj vendosja është bllokuese në kuvend për shkak të këtij numrit? Nuk mendoj që emri Albulena Axhiut lidhet me historinë edhe në total me fatin e Kosovës, mendoj që nuk është emër që s'kan mund me ndru, mendoj që aty ka deputet që kanë mujt me qenë të devotshëm për kryeparlamentar, pra është vendimi i tyre. A ka një emër që LDK-ja voton? Nuk ka asnjë emër apo jo? Ne përgjigjen tonë e kemi dhënë, po flas në të përgjithshme si aspekt politik i procesit në të cilin sot institucionet e Kosovës mohen peng për shkak të tekave dhe tentativave për me imponu një emër për cilin nuk e kanë fuqinë politike që ta kalojnë. Po, dhe në anën tjetër ka ndryshuar qëndrimi i LDK-s sa i përket një qeverie të përbërë nga opozita, nga partitë opozitare, a keni pasur takime me liderët e partive opozitare? Ne asë një nga hapat e arshëm nuk është që i kemi diskutu konkret, për shkak se ne e konsiderojmë se këta hapa do t'jetë në diskutim partia fituese, normalisht do të përgjigjemi konform situatave të caktume si LDK me gjitha organet dhe strukturat e saj. Po, dhe është qëndrimi ky LDK-s që do të vazhdoni të jeni në opozitë, se ka një sistem kaq madh zotëri Hyseni që të mbeteni në opozicië si LDK? Ne mendojmë që vërtet e kemi pas një program të implementueshëm dhe jashtëzakonisht mirë, ka qenë i matshëm dhe ka qenë i bërë nga ekspert edhe të LDK-s dhe jashtë LDK-s si ekspert fushave të caktume. E kam përmbajt rritjen e rrugëve, ndryshimi i kushteve në shëndetësi që ka qenë i program që ka parashiku në ndryshim radikal, jo vetëm kjo zhvillimi ekonomik, qasja ndaj bizneseve, qasja miqësore ndaj bizneseve, lehtësirat bërit biznes, qasja ndryshe ndaj rinis, dhe të gjitha këto ne mendojmë që kanë qenë si program jashtëzakonisht i favorshëm për një qeverisje 4 vjeçare. Tani, përgjigja qytetare, pra na ka dhonë përqindjen që kemi marrë në këto zgjedhje dhe me 20 deputet, ne mendojmë që nuk na bie barra që të marrim vendime të tilla deri sot, nuk është se ne s'kemi kapacitete, ka kapacitetet mjaftueshme profesionale dhe njerëzore, por sot nuk kemi në pozitën që ne të vendosim për hapa të tillë.
në situatën që jemi... Edhe nëse u japët mundësia? Ne i kemi të gjitha kapacitetet njerëzore, i kemi të gjitha kapacitetet profesionale që t'i japim përgjigje çdo problemi që sot është në Kosovë. Duke filluar nga aspekti i bisedimeve me Serbinë që është problem akut, deri tek problemet më të vogla që mund të jenë në praktikë. Atëherë pse mos jeni në një koalicion qeverisës? Ose me partitë opozitare ose me vendosje? Në momentin që krijohen situata të tilla, kësaj do t'i japim përgjigje. Da konsideroni që njëra prej ndoshta insistimit kurti që po ju shes si aleat në bashkëqeverisje ka të bëjë edhe me emrin e presidentit, pastaj vitin e ardhshëm që mund të jetë ndoshta Vjosa Osmani, a shihni edhe këtë opsion? Parimisht, akoma ne kemi pas një diskutim rreth hapave të cilët duhet jetë SILDK, sepse s'kemi pas një situatë në të cilën ne është dashur me mendu se cili do të jetë hapi i ardhshëm për qoftë për institucione ose sepse jemi partia e tretë. Mendoj që kjo duhet ndahet në dy çdo marrëveshje politike, po flas mbi ato se cili është propozimi i partisë në pushtet në raport me koalicionet e mundshme. A është befasia, ju ka zënë befasi kjo letër e kurrë? Absolutisht, ne nuk ka qenë befasi, ne s'kemi ndonjë befasi që presim domon deri sot se ne kemi pasur letra tjera. Po dieta e letra që domethënë tash shkohet në fundit, po flas për konceptin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Po një koalicion po flas në koncept përgjithshëm, duhet të jetë marrëveshje e gjerë, qoftë marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, pra që është një sfida e rrallë se cilës do qeverisje që tjetë. Pra, do tjetë edhe çështja e presidentit. Do tjetë pjesë e marrëveshjes. Apo him në një krizë politike vicioze, zotin Hyseni, do të kemi zgjedhje gjithashtu komunale, pastaj është çështja e presidentit, ku po na çon gjithë kjo situatë e krijuar politike. Jam shumë i sigurt që edhe zgjedhjet nuk janë zgjidhje dhe duhet mendohet në mënyrë racionale. Dhe së shpejti do të kemi gjithashtu edhe zgjedhje komunale. Ju jeni kryetar i LDK-s në Podujev, a janë diskutuar emrat i kandidatëve, a do të jeni si kandidat për kryetari kësaj komune ajo? Ekskluzivisht në televizionin tuaj po jap informacion se takimet e para për këtë proces do të fillojnë ditën e njëjtë, ku do të takohet pra strukturat e LDK-s, strukturat e larta dhe do të fillojë procesi i përcaktimit të kandidatëve për kryetar komunash edhe ky si proces normalisht që në shtrohet statutit të funksionimit të LDK-s, jam shumë i sigurt që shpejt do të jenë edhe emrat. Po, dhe është diskutuar emri juaj, e keni diskutuar me Abdi Gjikon për shkak se duket që e keni për krahjen e tij, apo jo? Ne deri sot as në Deg, ku jam si kryetar Dege, as me zotin Abdi Gjiko për zgjedhjet e ardhshme për kryetar të komunës, nuk i kemi pas të diskutime. Nga mesi i kësaj jave veç fillojnë edhe do të hapet asigar, normalisht që unë nuk i iki përgjegjësisë dhe çdo vendim që do të merret, unë do të jem konform asaj dhe jam shumë i sigurt që vendimet do të merren në mënyrë demokratike, qoftë sigare hapur edhe njerëz që mund të kenë pretendime të tjera. Dhe çka prisni për këtyre zgjedhjeve, a prisni edhe më shumë rritje të lidhjes demokratike në zgjedhjet komunale ajo? Lidhja demokratike në llap, pra në Podujev, edhe ashtu ka qenë partia e parë. Edhe pse se kemi pas kryetarin, dihet disa nga arsyet që ne e kemi pas një rritje jashtëzakonisht madhe, kemi ofruar program edhe normalisht në asamble kemi ofruar njerëz me integritet, që vërtet kanë besuar qytetarët, edhe për disa muaj ka ndryshuar rezultati nga humbja e LDK-s pa ballotazh në zgjedhje lokale, kemi dalë partia e parë në rundin e parë. Kjo tregon që njerëzit në LDK vërtet munden me punu, edhe jam shumë i sigurt që kanë me punu, jam shumë i sigurt edhe që s'kemi më zhgënjur dhe ka me qenë një rezultat shumë i mirë, edhe që LDK të ofroj një qeverisje vërtet që shë meritojnë qytetarët llapian, ku komuna nuk bëhet vetëm qendër e punësimit të familjarëve, të funksionarëve të ekzekutivit komunës, po njëkohësisht jetë qendër në të cilën qytetarët i zgjidhin problemet e veta, ndryshimi projekteve, Spitali Podujevës në të cilën është premtuar nga vetë kryeministri Albin Kurti dhe Shpetim Bulliqi dhe vendimi tjetër që të anulohet spitali dhe rruga Podujev-Prishtinë që është premtuar 3 herë deri sot që të përfundoj dhe akoma s'ka përfunduar, me tema tilla ku besueshmëria shtetare vërtet është rrit. Fakt tjetër është që në programin tonë qeveris 4 vjeçar në vitin 2021 si kandidat për kryetar komune kemi prezantuar shumë projekte, po ndër to kemi prezantuar ngrohturën e qytetit, kemi prezantuar pra pendën e liçenit Pollatës ku në atë kohë është bosh shumë humor, pra e kanë marrë si jo serioze kundërshtarët tanë politik, sot e ka një javë që e kanë në referencë dhe i referohen si projekt strategjik. 2021 s'pas ka qenë, sot qenka.
Sot i referohen si projekt strategjik, ndërkohë që unë jam shumë i sigurt që tash ka qenë koha kur ish prej shiriti i implementimit plot të projekti, ose qendra multifunksionale, po flas për projekte që Lëvizja Vendosje nuk i ka pasur në program, i kanë kopju nga programi jonë dhe sot i quajmë projekte strategjike, ndërkohë para 3 vjetë e gjys i kanë kritiku dhe i kanë liçuar në rrjete publike për të komunikimit publik dhe shifet që nuk kanë pasur as koncept dhe pikërisht këto zhvillime akoma më tepër e rritin besimin qytetar konform programit tonë dhe njerëzve që i ofrojmë atyre. Po, atëherë ju falenderoj shumë që ishte sot. Faleminderit juve. Faleminderit.